Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Do ndaloj tani tek një personazh shumë i dashur për ju që rrëfimi i tij ka bërë në fakt shumë bujë nëpër mediat sociale. Do flasim për Beskallakun. Beskallaku sikur më parë ka hapur ato dritaret e zemrës së tij dhe ka folur për dashurinë që ka kaluar me Gjensilën, për fëmijët e tij dhe për jetën. Në podcastin e Grida Dumës, aktori Beskallaku ka dhënë intervistën e tij të parë pas një periudhe të gjatë mungese, duke folur hapur për zhgënjimet personale, mosmirnjohjen dhe raportin e tij me besimin. Duke u ndaluar te marrëdhëniet me njerëzit e afërt, aktori theksoi se zhgënjimet më të forta vijnë pikërisht nga ata me të cilët ti ke ndar jetën edhe bukën, që në fakt në këtë rast e ka për Gjensila Myrtezajin. Zhgënjimet më të mëdha janë nga ata që i ke pasur afër, nga ata me të cilët të ke ngrënë bukën, tha Kallaku, duke shtuar se thyerja e bukës për shqiptarët është një ligj i pashkruar. Në bisedë me Grida Dumën, ai foli edhe për mosmirnjohjen duke e lidhur atë me ndihmën e dhënë pa kushte. Do të thënë mosmirnjohja ka qenë një ndër temat apo titujt më të diskutuar që Beskallaku ka bërë dhe nga titujt më të përfolur në fakt lart edhe poshtë. Dhe Beskallaku e bëri këtë dhe këngë, ju kujtohet mosmirnjohja me Elimala ka qenë një ndër projektet më të klikueshme të Beskallakut. Dhe zhgënjimet më të mëdha, Besi thot, janë nga ata që i ke pasur afër, nga ata me të cilët ke ngrënë bukën. Dhe ju ke dhënë ndihmën pa kushte, që në këtë rast do të thënë e ka për Gjensilën, sepse mbaj mend, më duhet ta potencoj edhe një herë, në një intervistë që në fakt Gjensila Myrtezai ka thënë që Besi më riti, Besi më bëri kjo që jam, dhe Besi investoi tek mua pafund. Dhe ky në fakt është një ndër komentet e Besit. Besi thot, ka diferencë mes me të dhënë një dorë dhe me të dhënë bukën. Unë mendoj se shumë njerëzve ua kam dhënë jo vetëm dorën, por edhe bukën e përditshme. U shpreh ai, që në këtë rast e kishte për Gjensilën. Një pjesë e rëndësishme e intervistës ishte dimensioni shpirtëror i jetës së tij. Sipas Kallakut, pastërtia e shpirtit shpesh sjell përplasje me të tjerët. Kur shpirti yt është i pastër, thot, pastërtia e tij iriton demonët e të tjerëve përreth. Duke folur për mungesën e shpresës, sidomos tek të rinjtë, Kallaku e cilësoi atë si një problem serioz të kohës. Ai u ndal edhe te përplasja mes së mirës edhe së keqes, duke theksuar se besimin e tij si e mira pavarësisht vështirësive triumfon. Sa do të zgjas nata, do të lind dielli, thot. Kur Zoti është me mua, kush mund të jetë kundër meje? E la në pikpyetje. Në fund, Beskallaku theksoi se rreziku më i madh nuk vjen nga armiku i hapur. Armikun e njeh kur dhe i ruhesh, thot Besi. Frika më e madhe është miku i armikut, u shpreh ai. Dhe Beskallaku e ka lënë të nënkuptueshme që nuk ka mundësi që të ketë një rikthim me Gjensila Myrtezajin.